Selamun alaikum, rahmetullah, nga hoqë. Shpresoj që t'jeni mirë, inshallah, pleqt, inshallah, mirë jenë. Faleminderit për konfidencën dhe pyetjen, më halal për banesën. Sa i përket hadithit të lartë përmendur, Esmaja, bia e Abu Bekrit radiallahu anhu, ti e din për historisë islame, që prej të parëve që kanë besuar në shpallin e Muhamedit a.s. në Mekë, ka qenë Abu Bekri radiallahu anhu. Me Abu Bekrin radiallahu anhu ka qenë edhe vajza e tij Esma. E ka pas dash shumë Abu Bekrin radiallahu anhu dhe i ka ndihmu pastaj shumë pejgamberit a.s. edhe Abu Bekrit, Hazreti Esmaja, në hijret, duke ka përgatit ushqimin atyre, e ujin e rrugën, sa që edhe quhet në historinë islame dhe thët dhatu an-nitaqain, Esma bint Ebi Bekrin as-Siddiq, dhatu an-nitaqain, dhe më thënë Esmaja, bia Abu Bekrit as-Siddiq radiallahu anhu, aja grua e cila e shqeu, dhe thët atë copën e teshës që e ka pas, simboloj për veti, para veti. Sot do të e shqeu në dy pjesë, po me një pjesë e lidhi bukën, e Abu Bekrit radiallahu anhu babës e tij dhe pejgamberit a.s. dhe pjesën tjetër e lidhi ujin që e bartën gërçakin apo diçka, është njohur në historinë islame, ajo e cila e shqeu në një pjesë të teshës së saj, po të trupit, në atë formë nëse bën me thanë si të na që në kodikuri kanafcat, që i kam pasi para mbuloj për parë në ona tona, po kanafci, po apo i në mlu me diqka për me u letësu rrugën. E do thot Esmaja, është e ka përnu islamin herët, me babën e saj, ndërsa në ona jo, është banuar. Edhe pasi që kanë emigruar në Medinë sahabet, Esmaja radiallahu anhu martu me Zubair ibn al-Awam, edhe pas një kohë ka ardhur prej Mekës në Medinë nona e Esmas. E ajo, tash, në ato momente kur ka ardhur, dietarët që e shpjegojnë, komentatorët e hadithit Buhari dhe Muslimit dhe tjerë, në gjuhën këtu Imam Nevovia në Riyadus Salihin e ka përdorur në tekst raghibe. Ka ardhur, dhe më thënë nona, që shka thënë Esmaja, i thëtë pejgamberit a.s. edhe i raghibe, qka po lyp diqka, po kërkon diqka. E këtu kanë komentu djetartë, po kërkon diqka për çështjeve dunjazme, ka një hall, ka një kërkes, po edhe mendimi tjetër më i sakt, po kërkon më u bë musliman. Po dëshiron më fut në islam, po dëshiron me pas lidhje të mira me ne, më bashku me familjen apo me evlat e saj. E kjo i ka thënë pejgamberit a.s. Atë i bëj mirë, dhe me thënë, atë hi edhe dal me ta, atë përzihem. Po pejgamberi a.s. ju ka përgjigj, po dhe thot, edhe nëse është ajo mushrike, nëse është idhujtare, jo besimtare, dhe thot, po, ti si e fëmija, po si e vlat, do është me i më mirë, do është mu si e lë mirë, po dhe Koranin shumë ajete e fletë këtë, po kur vjen çështja e kundërshtimit të Allahut, pejgamberit e tij, nuk i ndëgjojmë. Mirë po respekti ngel, nderi ngel, mirësia ngel. Edhe Allahu xhaleshana përsëri në shumë ajete në Koran thot, ata të cilët si ju kanë bë keq juve, si ju kanë bë dëm, nuk ju kanë përjashtu nga shtëpia të juaja, nuk u kanë marrë mallin e juaj, pasurinë tuaj, është fjala ata jo besimtarë, cilët nuk kanë sjell dëm për ju, si kanë përzon ju nga Mekja, nga shteti ju, nga vendi ju, nuk u kanë konfiskuar pasurinë tuaj, Allahu nuk ju ndalon ju më bë mirë dhe më sjell mirë me ta, nuk ju ndalon. Do të duhet të sillemi mirë me ta, me ata cilët s'na kanë bë dëm, s'na kanë bë keq, s'na kanë bë zullum. Kjo është ai përkthimi apo kuptimi, komenti i përgjithshëm i hadithit, që ka vend shumë këtu, pastaj me analizuar për detalet ku son bashkëkohore, ka shumë këtu me përfituar.
Kjo ka qenë nona e saj origjinale, do të thotë. Po ka aty pse ke dërguar një tekst, po thonë aty një mendim është nona e saj nga gjiri, nga gjini që e ka dhënë gjin. Mirë, po dietarët të gjithë mendimin se ajo ka qenë nona e saj origjinale, gruaja e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. E këtu dalim përfundim, konkludojmë, në themi botës, do themi gjithëve, se na me cilët nuk na kanë bërë zullum, nuk na kanë marrë shtëpiat, nuk na kanë ndjek shtëpiat, po nuk kem probleme me që jetë paqësore me ta, me jetu në pace. Po problemin e kemi me ata cilët i kanë përzier duart me gjak, i kanë përzi duart me zullum, me mbytje, me vjedhje, me plaçkitje, si të në Kosovë, si në Palestinë, si çdo kur në botë. Kjo është peshoja kuranore. Po, na nuk jemi islamofoba, pa as xenofoba. Islamofoba të cilët pëtutën për islamin musliman, po xenofoba të cilët pëtutën për racës, njerëz racista, po, nuk jemi në për atyre, islami së është për atyre. Jemi paqësor, jetojmë me çdo kanë, përderisa jetojmë në paqe. Besoj shkurtimisht, kjo ditë është i qartë për tyje, Allahu ka bollë selam, shumë, Allahu të manet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.